Sipas një studimi të gazetës prestigjioze amerikane New York Times, rendit armenishtën si gjuhën e parë me të vjetër në botë, e dyta është greqishtja, e me pas vjen gjuha shqipe, për nga rrjedhin shumë gjuhë të tjera. Ndikimi i gjuhës shqipe në gjuhët të tjera në rajon dhe pohimet se shqipja është gjuha më e vjetër, vazhdojnë të jenë temë diskutimi dhe debati në Ballkan. Kjo për shkak se teoria përmban implikime të shumta etnike dhe politike dhe ushtron një ndikim të mundshëm në pretendimet e shteteve moderne për territoret të kontestuara. Sipas gazetës amerikane New York Times, gjuha shqipe radhitet në mesin e 3 gjuhëve më të vjetra të botës. Në studimin e publikuar dhe të përhapur rrufeshëm në gjitha sajtet online, paraqiten fakte se gjuha shqipe është ndër gjuhët më të vjetra të botës. Madje, si gjuhë është praktikuar që në kohën e Greqisë së lashtë. New York Times rendit armenishtën si gjuhën e parë më të vjetër në botë. E dyta është greqishtja e me pas vjen shqipja, për nga rrjedhin shumë gjuhë të tjera. Në fakt, kjo ka qenë tezë për shumë albanologë shqiptar të cilët gjithnjë kanë argumentuar se gjuha shqipe burimin e ka në gjuhën indo-evropiane, e cila ka gjetur përdorim që në kohën para lindjes së Krishtit, respektivisht para epokës së re. Si argument, mbështet se asaj që pohën në studimin e saj prestigjozja New York Times, po referohen më poshtë kërkimeve shkencore nga të huajt që dalin në këto konkluzione shumë e herët. Në shekujt 19 dhe 20, shkenca e gjuhësisë krahasuese bëri të mundur që studiuesit të përcaktonin origjinën e gjuhës shqipe dhe lidhjet e saj me gjuhët e tjera indo-evropiane. Të shumt ishin shkencëtarët që bën emër në këtë drejtim, ku mund të përmendim filologun Gottfried Leibniz, i cili deklaroi se gjuha shqipe rrjedh nga ilirishtja. Ndërkohë, Hans Thunmann, pak më vonë, historian suedez, profesor në Universitetin e Hallesit të Gjermanisë, ishte albanologu i parë që studioi shkencëtarisht origjinën e gjuhës shqipe, bizantine dhe studioi fjalorin tregjuesh slav, grek dhe shqip të Theodor Kavaliotit të vitit 1770. Hans Thunmann arriti në përfundim se shqiptarët janë vazhdues autokton të popullsisë së lashtë ilire, që as nuk u romanizuan dhe as nuk u asimiluan nga dyndjet e mëvonshme. Johann von Hahn, austriaku i diplomuar për drejtësi në Universitetin e Heidelbergut, i cili shërbeu si gjykatës i shtetit të ri grek dhe me vol si nën konsul në Janin, ju fut studimeve të gjuhës shqipe gjatë viteve 1860. Bashkë me mendje ndriturin gjuhëtarin shqiptar Konstantin Kristoforidhin, botoi 3 vëllime, studime shqiptare mbi kulturën dhe gjuhën, por dhe historinë, dhe nxorri përfundimin se shqipja rrjedh nga ilirishtja dhe ilirishtja nga pellazishtja. Franz Bopp, profesor në Universitetit të Berlinit dhe themeluesi kryesor i gjuhësisë së krahasuar historiko-indo-evropiane, botoi në vitin 1854 veprën e tij dhe nxorri përfundimin se gjuha shqipe bën pjesë në familjen indo-evropiane dhe është gjuha e veçantë pasi motër, pa gjuhë tjetër. Dimitër Kamarda, filologu italian me origjinë shqiptare, botoi veprën një ese e gramatikës krahasuese rreth gjuhës shqipe në vitin 1864, ku edhe ai vërtetoi me dokumente lashtësinë e gjuhës shqipe si një gjuhë ndër më të vjetrat në botë. Ndërkohë, profesori austriak Gustav Meyer
nga Universiteti i Grazit, antar i Akademisë së Shkencave të Vjenës, i cili u specializua në fushën e studimeve të gjuhëve shqipe, greke dhe turke. Botoi librin mbi pozitën e gjuhës shqipe në rrethin e gjuhëve indo-evropiane. Në vitin 1883, që më vonë u pasua me 8 vëllime shkencore mbi historinë, gjuhën, poezinë, prallat popullore shqipe dhe ngulmimet e arbreshve në Itali dhe në Greqi. Do të sjellim edhe disa thënie që të huajt i kanë shkruar për prejardhjen dhe gjuhën e shqiptarëve. Nikola Jorgo thot se populli shqiptar së bashku me basket janë popujt më të vjetër në Evropë. Ndërkohë Lamartini thot se ky komb e ky popull nuk merret në përkemb. Kjo është toka e heronive të gjitha kohrave. Homeri aty gjeti Akilin, greket Aleksandrin e Madh, kurse turqit Skënderbeun. Njerëz, këta të së njëjtës racë, të njëjtit gjak. Ndërkohë Maximilian Lambert shkruan se historia e vërtetë e njerëzimit do të jetë e shkruar vetëm kur ajo do të shkruhet me pjesëmarrjen e shqiptarëve. Lord Byron anglez shkruante: shqiptarët me kostumin e tyre bën një peizazh më të mrekullueshëm në botë. Shqiptarët janë raca njerëzore më e bukur që ekziston, trima më të fortë se kështjellat e tyre. Ndërkohë, Giuseppe Catapango thot se Atlantida, e cila është dukur para 12.000 vjetësh, ishte tokë e ilirëve, pellazgëve, të cilët shpëtuan nga përmbytja e Atlantides dhe filluan civilizime të reja në gjithë kontinentet, sidomos në Evropë, Afrikë dhe Azitë e vogël. Agostino Ribeko shkruan: të drejtat mijëvjeçare të shqiptarëve etnografik dhe gjeografik shtrihen prej kohëve të vjetra në Iliri, në Maqedoni dhe në Thesali. Ndërkohë, turku Haki Pasha shkruante: po doli në shesh historia e shqiptarëve. Perandorin Osmane e merr lumi. Johan von Hahn thoshte: shqipja rrjedh nga ilirishtja dhe ilirishtja nga pellazishtja. Ndërkohë, Jovan Cviq thoshte: sllavet e jugut pas ardhjes në Ballkan, aty gjeten shqiptarët, të cilët në ndrysninë e tyre slave u tërhoqën jugu dhe me vendet me malore, ku i hasim edhe sot. Ndërkohë, Kostadin Papargopulos thoshte: vetëm shqiptarët konsiderohen si pasardhës të racës së pastër ilire.